Mali i Moravës, që ngrihet i ishëm pranë qytetit të Korçës, është një nga destinacionet më të preferuara për sport dhe relaks në natyrë. Ky mal i bukur që ngrihet pranë qytetit ofron një mjedis të qetë dhe natyrë të pasur, ideale për shëtitje në përshtigjet e gjelbëruara, vrapime, ciklizëm, ngjitjet sportive që ofrojnë një përvojë të veçantë për të apasionuarit pas aktivitetit fizik, si dhe relaks në ajër të pastër. Frekuentimi i tij ndihmon në përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor, shprehen banorët që e frekuentojnë. Po, zakonisht fundjavën e kemi në përgjithësi, po më poshtë dalim gjithmonë shumë, deri nga kthesa atje. Ngjiteni për fizkulturë, për të mbajtur trupin në Po, është vend shumë i bukur, edhe gjuna që nuk frekuentohet ky vend. Kaq i bukur është. Këtu janë të gjitha të mira, domethënë. Këtu është klima e jashtëzakonshme. Janë pishat, është vendi turistik, është ajri. Na pëlqen se është vend i bukur, është i pastër, ka pamje shumë të bukur që këtu. Edhe i ftojmë edhe të tjerë të vinë, gjona mos e frekuentojnë këtë vend kaq të bukur. Vi nga Hollanda. Ishim si fillim në Gjirokastër dhe më pas erdhëm në Korçë sot. Ne na pëlqen shumë turizmi malor dhe do të vazhdojmë të ngjitemi në Moravë drejt asaj kishe. Na pëlqen këtu sepse edhe klima është e mirë. Nuk bën shumë vap dhe kjo na ndihmon për ta ngjitur malin me lehtë. Vizituam edhe qendrën e qytetit dhe pazarin e vjetër dhe na pëlqeu shumë. Gjithashtu, pamjet panoramike që ofron maja e Moravës janë breslënse dhe tërheqin shumë adhurues të fotografisë dhe natyrës.